Është hapur ekspozita personale dashuria përmes ngjyrës së artistes Elita Beshiri. Në këtë ekspozita ajo prezanton një cikël punimesh që reflektojnë ndjeshmëri, përkushtim dhe një botë të pasur emocionale, duke dëshmuar rritjen e saj të vazhdueshme artistike. Elita është një ere që jeton me sindromën Down, pjesë e një komuniteti që shpesh veçohet për aftësinë e veçantë për të shprehur ndjenja të sinqerta dhe të thella përmes artit. Kjo ndjeshmëri reflektohet qartë në pikturat e saj të cilat komunikojnë drejt për drejt me publikun. Euma e Elitës tregon se çdo punim ka realizuar me shumë dashuri dhe përkushtim, duke theksuar se ajo ka punuar e pavarur në secilin prej tyre, pa ndihmën e ndokujt. Elita me shumë dashuri ka punu këto piktura, duket edhe prej ngjyrave, edhe prej sjelljes saj, domethënë se kjo me të vërtetë edhe përmes pikturave ka dhuru dashuri. Duke qenë se këto piktura janë në shitje, disa nga to janë shitur që nga mbrëm, kur edhe është hapur ekspozita. Meta shton se Elita ka dashur artin që prej veçlie dhe se ka inkurajuar të vazhdoj në pikturë në mënyrë që të kishte një profesion në të ardhmen me të cilin do të punonte dhe ta mbajë veten. Pikturat janë në shitje, siç u thash Elita do ta ketë profesion pikturën, kështu që të gjitha punimet e saj do të shiten edhe në të ardhmen. Dhe po, ka pas jenë shit disa piktura, nuk i ditë me thonë drejtën saktë, mirë po i shitni këto shënimet e vendosura në për piktura, do me thonë janë këto piktura cilat janë shitur, mirë po do të qëndrojnë në ekspozit deri në mbylljen e ekspozitës. Në ekspozit janë të prezentuara gjithsej 21 punime. Një pjesë e rëndësishme e ekspozitës është cikli i luleve, ku veprat si simfonia e luleve dhe kopshti i luleve nuk janë vetëm një paraqitje e natyrës, por shprehje e gëzimit, harmonisë dhe energjisë krijuese të artistes. Po ashtu, cikli i zogjve sjell një dimension tjetër artistik, duke reflektuar lirinë, shpresën dhe një ndjenjë të lehtë lëvizjeje dhe ritmi. Elita ka filluar me ngjyrat, me nuancat e saj, me teknikën e saj. Mirë po ndërkohë duke punu, duke ja ofru mundësitë cilat janë, si për shembull në pëlhur, kalimi nga letra në pëlhur, ngjyrat nga tempera në akril, gjë që nuk janë të lehta ky ndryshim, kështu që ajo e ka pranuar shumë me lehtësi, edhe ndryshimin e teknikës, ashtu edhe ndryshimet e punës apo kërkesës saj. Elita mos shumti është fokusuar tek lulet, është fokusuar tek kafshët, edhe më rëndësisht mjap se është qujtë edhe dashuria përmes ngjyrave është se sidomos prej këtyre dy temave edhe lind ajo dashuri. Edhe kështu që në ekspozitë, bazuar në punën që e kemi pa, na bashkëpunim si gjithmonë me nanën, edhe me Elitën, kemi pa që pse jo edhe të prezantohet puna e Elitës, me qenë se edhe dëshiron ta perfeksionoj edhe ta ketë si profesion edhe në të ardhmen ta ketë Ky projekt ekspozit quhet Arti që thyen tabut, i cili është pëlqyer dhe është mbështetur edhe nga zyra e presidencës së Kosovës, ka thënë kuratorja Shyti Kasapolli. Sipas saj në këtë ekspozit njihet nga afër procesi krijues, frymëzimi dhe mesazhet që përcjellin veprat e artistës, duke thyer kështu shumë paragjykime rreth sindromës Down. Veprat e Elitës mendoj që kanë kontribuar shumë në ngritjen e vetdijes të shoqërisë kosovare mbi potencialin që kanë personat me sindromën Down.
Ne në vazhdimsi që nga viti 2007 jemi munduar përmes aktiviteteve të ndryshme të promovojmë potencialin e komunitetit tonë, po gjithmonë duke adresuar kërkesën që për me zhvillu këtë potencial, ky grup i qytetarëve ka nevojë për një mbështetje më të madhe nga shoqëria e në theks të veçantë kisha potencuar nga institucionet publike përkatëse të vendit. Ekspozita Dashuria përmes ngjyrës së artistës Elita Beshiri e hapur në qendrën e shërbimeve të shoqatës Down Syndrome Kosova mund të vizitohet deri më 9 prill çdo ditë nga ora 8 deri në orën 16.